الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه وإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريمت dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu madhruar, ai që është vetëm pa shok, paqja dhe bekimet Allahu madhruar qofshin mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarët që do ndjekin rrugat e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalleshanu, dhe dëshmojmë që Muhamedi është robi dhe dërguar Allahu xhalleshanu. Vlezër, Allahu madhruar në shumë ajete të Kuranor na tregon për të menduar. Thotë në një ajet: inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Më të vërtet në krijimin e qiellit dhe toka dhe në ndryshimin e ditës dhe natës, wa ikhtilafil layli wan nahar, ardhja e ditës dhe natës, la ayatin janë argumente të mëdha për njerëzit mençur që mendojnë me thellësia. Vlezër, to ditat që ne shohim sipas kalendarit diellor andron viti, një pjesë njerëzit festojnë, një pjesë njerëzit nuk festojnë, pas nuk mendojnë si dita normal, kurse Allahu madhruar është duke thënë neve la ayat, në ndryshimin e ditës dhe natës, jo vetëm vitet, që ndryshon komplet shifra viti, edhe unë që isha, në qofse unë isha 50, bëhem 51, një familje që ishte 1 vjeçar e bëhet 2 vjeçar, edhe njerëzit që festojnë mendojnë sikur kanë fituar një vit të ri komplet, por nuk mendojnë që ai për të fituar nuk ka fituar pse s'ka garanci. Dërguar Allahu madhruar Muhammedur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thotë që unë nuk e di kur I kthe salami I djasta që a do t'i kthej majt apo jo, nuk kam aq garanci nga Allahu. Allahu nuk ka dhënë garanci profetëve që sa ke për të jetuar. Ai është mëshira e tij që gaher tregon dije gheb profetëve alayhimus salawatu wat taslim. Por si garanci nuk ka as profet sa ke për të jetuar ti. Ky sekreti vetëm Allahu xhalleshanu në dorën e tij ka. Prandaj dërguar Allahu xhalleshanu sot khamsun la ya'lamunna illa Allah. Janë 5 gjëra që nuk di askush përveç Allahu xhalleshanu. Edhe nga aty një çfarash që kur do I vdes njeriu edhe në cili toka ka për të vdekur. Ka sekreti vetëm Allahu xhalleshanu ka. Edhe prandaj viti që kaluar ka për të menduar. Ai që ke filluar ti nuk e di. S'ke garanci që ke për të jetuar gjithë viti që feston. Se njeri feston kur fiton një diçka, kur merr një diçka. Shariati na ka lejuar të tregojmë kënaqësi kur lindet fëmia. Pse? Ka ardhur një person I ri në jetën tënde. Edhe inshallah ke shpresh me atë. Po për dita e vdekjes feston njeri? Nëse dikush tjetër ka mshiu feston, ti bëhet armiku me atë, që në shtëpia ime është xhanaza, edhe ti nuk anullon dot I kënaqësi jot për një ditë. Ndrysho ditë tjetër, po sot kam hall. Atë vlezër viti jon është I vdekur, viti 2025. Kurse viti I ardhshëm ne nuk dim që ka lindur, që ka për të jetuar gjatë apo jo, pse nuk kanë dorë garanci. Kurse familja kur vin në jetë ne e shohim prezent. Kur martohemi ne, shariati na ka lejuar të tregojmë kënaqësi. Se me martesa lidhet 2 persona, 2 familja, edhe inshallah trashëgohen ato, edhe shariati thot bëj kënaqësi, si njerëzit të afër, çfarë ke për të bërë respekti, bëj një ushqim, një dreka, një darka për ato, edhe shariati lejon kënaqësi. Pse aty ti keni shpresë do fillosh një jetë re, edhe komplet programi jetës tënde. Kurse viti që është duke hyrë ti nuk e di garanci as për nesër. Bile janë shumë njerëzit që kanë festuar mbrëmjes sot janë I vdekur.
Se në çdo momenti i vdekje dhe lindja programi Allahu xhaleshanu është që vazhdon në dunja. Dhe përëndaj, Allahu xhaleshanu në thot, inna fi khalqis samawati wal ard, në krimi tokë dhe qiell, dhe waqtilafi al-layli wan nahar, në ndryshimi dhe ditë dhe natë, la ayat, janë argumentet i mëdha për njerëzit që mendojnë. Mendojmë ne që dita që është kaluar, a kam esur para, a kam bërë përgatitje gjithka për ahiretin tim apo jo. Edhe ashtu, si që kemi menduar për ditë, dhe të bëjmë një llogaria në hisabi jonë për viti që ka kaluar, që ajo viti kur do të hapë regjistari im para Allahu xhaleshanu. Se ne dim vlezën me bindje, edhe ateisti mohon vetëm për të mos ulur hundi, po ai nga thelësia e zemrës di që unë nuk jam krijuar kot. Ato njerëzit që mendojnë, thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kur mendojnë në krijimin e qiellit dhe tokë, fundja rezultati atyre çfarë del? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Sot fundi ai arrin që Allah ti nuk ka krijuar to komplet kot pa shëlim. Ka një shëlim për krijimi. Atëherë, shëlimi i krijimit, ne si besimtari dim alhamdulillah që Allahu xhaleshanu një ditë na ka për të kërkuar llogari, edhe sipas punët tonë ai ka për të dhënë ose shpërblimi ose dënim. Edhe përëndaj, Allahu xhaleshanu shumë ajet Kur'an janë vlezër, në Kur'an që na tregon për mendimin. Një ajet tjetër thot: "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Nga argumentet Allahu xhaleshanu është krijimi i qiellit dhe tokët, dhe pastaj thot ndryshimi gjurat juaj dhe gjuhët juaj. Një sop mish është lap. Po ajo një sop mish, unë indian flas gjuha, jo vetëm një gjuha, 200 gjuha ka në Indi. Edhe gjitha flasin me njëtë lap, gjuha të ndryshme, kuptime të ndryshme. Njëtë fjala një vendi flitet ka një kuptim tjetër, vend tjetër ka kuptimi tjetër. Gaherë, ai që nuk kupton mendon është duke folur lafe të kota, kurse në personi tjetër që është kuptueshëm, ai di që ka kuptim në gjuhën e tij, në fjalën e tij. Ashtu në shteti tjetër, komplet gjuha tjetër, ndryshimi komplet. Ato gjitha Allahu xhaleshanu na tregon që janë argumente për të menduar për ju. Inna fi dhalika la ayatin lil alimin. Edhe aty thot Allahu xhaleshanu, tu janë argumenta për njerëzit që janë ndishëm, thot Allah, që kanë dije, që kush është Adam ishte apo jo, Adam dhe Hawa, edhe nga që kemi baba, nana, ne gjithë kishim një gjuha vetëm. Se kur erdhan ato tu kanë folur me një gjuha, ne nuk dim si një gjuha kanë folur, po kanë folur diçka, atëherë kishim si trashëgimja, kishim marrë gjithë një gjuha. Po jo, Allahu xhaleshanu për të treguar argumentet e vet, ai ka ndryshuar gjurat tona, edhe adetet tona, edhe pastaj ka thënë mendoni atij. Nëse keni menduar atij, ju keni për të gjetur mua që unë jam ai sekreti që kam dhënë, kam inspiruar në zemrat juaj gjuha të ndryshme, mentaliteti të ndryshëm, edhe aftësia të ndryshme. Dhe ky vlezër Allahu xhaleshanu na thonë wal asr. Pse beton Allahu xhaleshanu betimi koha, pasha e asri, koha i kindi ka betuar. Ka shumë brenda. Një është koha i kindi. Pse vlezër? Për treguar në umetin Profet alayhis salam ka zbritur suratul Asr. Në Kur'an, që libri i fundit është ikindia, edhe perëndimi diell është shumë koha pak. Nëse ne mendojmë kur del koha ikindia, para 20 minuta del koha ikindia para sa perëndoj dieli, koha e sunnet. Pastaj është namazi pa palqushëm, edhe nuk është mirë fare nëse njëri qalimisht vonon ashtu shumë. Atëherë 20 minuta mes perëndimi dhe mes dieli, sa hyret akshami koha, duke treguar që dunia ka kaluar shumica kohë ditët e vet. Nga mëngjesi, nga akimi, deri në perëndimi diell është afruar o ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Tani koha juaj është sa? Mes koha akşami dhe jetë. Ajo koha akşami ikindi që fundohet. Domethënë 20 minuta ka gjerur për dunia. Tani ato 20 minuta të dunjas, Allahu di nga kur është krijuar, se ne që bëjmë llogaria nga Adam alayhis salam deri tani afërsisht 15.000 vit, ato ne duke bazuar Bibla të bëjmë. Se Kurani nuk na ka treguar para sa vit ka ardhur Adam alayhis salam para Muhammedur Rasulullah. Po ne shohim Bibla ka treguar Adam alayhis salam ka jetuar aq, filani ka jetuar aq, janë rral profet që për ato dërgoi Allahu xhaleshanu ka treguar mosha. Për Daud alayhis salam ka treguar për shembull dërgoi Allahu xhaleshanu që Allahu xhaleshanu kur ka mblidhur shpirtrat të gjithë fëmijët e Adam para Adam. Vëllezër, ashtu siç njefni imami gjithë xhamatin e vet, ose ashtu siç njefni baba ose një gjysh fëmijët e vet, ne kemi pak fëmijë, po ka njerëz që kanë 100 niprat, besat, edhe ai njeh gjithëve se janë fëmijët e vet. Ashtu Adam alayhis salam njeh gjithë fëmijët e tij, nga njeriu i pari, nga vet, nga fëmijët e vet deri në fund që do vi deri në Kiamet. Pse Allahu ka treguar para Adam. Edhe Adam ka njohur atyre, jo vetëm ka njohur si fëmijë, edhe ka kuptuar cilësitë atyre. Edhe kur Adam alayhis salam është duke parë mes fëmijët e tij një fëmijë veçantë, edhe mosha e tij është vetëm 60 vit ose 40 vit. Edhe pyeti Allah, kjo kush është? Thash, djali jot Daud. Po Daud alayhis salam ne dim, Allahu xhaleshanu kishte dhënë atë zëri i bukur që si Allahu xhaleshanu ka lënë një veçuri mes gjithë profetëve vëllezër. Biles mes çdo robi ka një veçuri. Ne që jemi këtu në 50-60 veta, çdo njeri ka një cilësi veçantë. Ashtu mes profet ka cilësi të ndryshme. Si Yusuf alayhis salam, më e bukur si ai s'ka ardhur njeri në dunia. Si Musa alayhis salam, që Allahu xhaleshanu direkt ka folur në dunia me atë, që me asnjë profet nuk ka folur. Ashtu Daudi alayhis salam kishte një zëri që veçantë, që ai kur këndon të shpendët vinë në koka për dëgjuar zë. Vëllezër, shpend, kafsha marrin efekt nga zëri ton. Edhe ato shpendat vi, edhe as shumë zëri bukur ishte gaherë edhe malët tunçin. Lavishin, edhe pemë çfarë ishin des Daud alayhis salam. Atëherë Adam alayhis salam është duke parë, ja Allah shumë pak moshash, cilësi të mira ka edhe, le të fitoj dunia, ummati profetit ti, ummati Daud alayhis salam, edhe le të jetoj ai më shumë sa fiton robët e tij, më shumë nga cilësia e tij. Sa Adam unë kam saktuar mosha e tij, aq sa ka. Adam alayhis salam është duke parë edhe mosha e tij, sa ka për të jetuar. Edhe parandaj duke thënë, në qoftë kjo është autoriteti im, thotë Allahu madhruar, në qoftë ti ke dëshira, ta ati shtohet jetë më shumë, ti ke, sipas hadithi ka ardhur, Adam alayhis salam ka jetuar 1000 vit. Edhe tha, në qoftë ti ke dëshira, ti jep nga 1000 vit tua disa sa duash ti. Edhe Adam alayhis salam tha, unë jap 40 të plotësohet 100 vit. Edhe Allahu xhaleshanu ka vendosur për Daud alayhis salam 100 vit. Ashtu Daud alayhis salam vëllezër, domethënë ka plotësuar 100 vit. Pastaj historia është tjetër, unë jam duke treguar vetëm që Adam alayhis salam një cilësitë tona ashtu siç njefni baba për fëmijët e tij. Edhe ashtu Allahu xhaleshanu në krijimin Allahu xhaleshanu çdo njeri ka një cilësi të veçantë. Allahu xhaleshanu na ka treguar wal asr. Koha i kindia, edhe unë jam duke thënë që ne nuk dim nga Adam alayhis salam deri në sot sa vit kemi kaluar. Po atë sa kemi kaluar, tani nga mëngjesi deri në ikindia, mes perëndimit diellit, atë sa ka 20 minuta mes akşami mes ikindia, aq koha ka gjerur mosha dunia. Edhe wal asr. Në këtë kuptimi kanë thënë muhaddithinët, mufassirinët, që përëndaj është pasha koha ikindia për treguar ummeti Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dyta është për treguar asr në gjuhë arabt. Ne dim që kemi shkuar Makka, Madina, atia asir i skron lëng fruta ku janë dyqanet, asirat quhet, lëng fruta, shtrudhja. Tani gjithë dita është kaluar edhe çfarë pas shtrudhja sa u i ka gjerët në sop. Me makineri në qoftë se ne kemi shtrudhë, do është tani 2 pika ka për të dalë. Është
jeta dunia është e gelur, tani nuk ka jeta më tepër. Atëherë, në qoftë se aq jeta është gelur edhe nga aq vitet tonë janë tani. Çfarë kemi 60, 70, 80. Atëherë i kënaqësi robi i kënaqet atëherë, do shta dunia tani, vlezar, si që jemi duke pa në jetën tonë, kur jemi familje vogël nuk kemi asnjë pasuri në dunia. Pastaj deri në 18 vit, 20 vit nuk kemi asnjë lek. Baba na jep. Sa behemi 23, 4, 5, Allahu jep diçka risku. Kur martohemi, shtohet risku më shumë. Kur behemi 40 vit, diçka më tepër. Zakonisht flasim në jetën që ka, pastaj halat e dunjas. Kur behet 50 vit ke më shumë lek. Po tani 60 vit ke më shumë, po nuk harxhon tot. Se ashtu siç ke dëshirën, kur është 70 do shta ke pasuri më shumë, po tani shumica milionerë në dunia që janë, kanë shumë lek, po tani për të harxhuar nuk harxhon tot. Nuk jeton. 80-90 vit ka aq shumë pasuri sa kur ishte i ri 18 nuk ishte, po ka për të i vdekur. Edhe kur i vdes ka ardhur bosh, po kur i vdes lën nga herë aq shumë që han dit brezat të tij, por vet nuk përdor dot. Kjo është dunia. Dunia kur ishte fillimi ishte shumë thjesht. Adam alayhis salam kur ishte jeta thjesht, kur erdhi pastaj Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patjetër është zhvilluar dunia, po jo aq shumë. Tani kur është plak, ka dal frori, argjend, telefonat, komunikimet, është shumë që ne mendojmë kemi për të jetuar shumë, se kemi shumë teknologjia. Por mendoni, njerëzit para nesh kanë jetuar më shumë, apo ne jemi duke jetuar më shumë? Pa dyshim ato kanë jetuar më shumë. Ni duhet tash asbabet i vdekja. Ni është i vdekja, ne mendojmë që ka ardhur sipas tamam real, kur i vdes një njeri 100 vit ata, kaç kishte, sa ka, edhe ne kur urojemi themi do të bësh 100 vit, nuk stem më tepër. Kaç bolma ke, të pastaj njerëzit mendojnë më mirë largohet se është borxh për familja, për njerëzit, peshash. Atëherë vëllezër, kjo mosha njeriu që është, tani jeta që është në fund jeta dunia, Allahu xhaleshano është duke zirë gjitha që ka flori, argjend, gjitha që ka pasuria, është duke zirë jashtë. Deri në sa fund do i thot dërgo Allahu xhaleshano. Ka për të ardhur një kohë, ka për të zirë Furat. Furat është ose Dajla. Dajla është në Irak, edhe Furat. Ajo ka për të zirë gjithë flori që ka branda, edhe për të fituarat e flori do luftojnë njerëzit ashtë shumë njëri me tjetër, që nga 1000 veta, nuk sa profet alayhis salam 100 veta. Qa ka thënë 1000 veta, nga 1999 do i vdesin, edhe njeri ka për të gjerur i gjallë për të marrë. Edhe ka për të thënë, unë kam vrarë ashtë shumë njerëzit vetëm për të fituar ka gjatë, tani qa i kënaqësi ka, që fitova. Ashtu ka për të dodhur. Edhe kjo dunia është duke zirë gjitha ato materialet që ka lënë Allahu xhaleshanu në atë në barkun e saj, se fund jeta ti është, edhe ka prandaj vëllezër, dita me dita kur janë duke kaluar, jemi duke afruar nga i vdekja tonë. Kıyameti patjetër është kur është, po unë edhe ju, gjithë që jemi ne, nga dita lindje jonë çdo ditë jemi një hapa afër i vdekja. Edhe kur kalon viti është më afër, se ka çdo sekond momenti vëllezër, si i shkrihet akull, edhe kur i shkrihet akull jeta ti pakson, jo që i shtohet. Nga kur këmi zjerë nga frigoriferi, pastaj fillon momenta duke i shkrira, ishtë duke paksuar jeta ti, ashtu është duke i shkrir jeta tonë. Edhe ne jemi duke parë, ne do shta jemi në hujtim, jemi larguar, duke ngarkuar në iknajsit e dunia, në zbukurimit e dunia, por engjeli Allahu xhaleshanu në dora ti që ka registrar janë, ai është duke parë momenti jonë, edhe ashtu si kalojnë sekondat edhe afrohet dita për perëndimin, vëllezër është duke afruar jeta tonë për fundim. Prandaj ato ndryshimet që kalojnë ne duhet marrim mësim, bëjmë një llogari, një hisab duke ulur. Që unë çfarë fitova nga viti i kaluar tek Allahu xhaleshanu. Edhe dita kur hapet hisabi tim para Allahu xhaleshanu për viti 2005, unë jam minus apo plus. Se tek Allahu xhaleshanu vëllezër, llogari është ne dim shumë e mirë. Hadithi dërguar Allahu xhaleshanu, thotë dërguar Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit. Siret një robi i tij para Allahu xhaleshanu. Edhe pastaj Allahu xhaleshanu do të mbulojë në bulesa edhe ka për treguar veprat e tij.
a ke berë ti ashtu, a ke berë ashtu, edhe kujtoj gjitha gjunat i mëdha që ka berë ai, edhe ai është duke munduar që tani halak. Unë tani kam për të shkatruar, do më thënë kam për të hedhur në zjarri i Jahannam. Po mëshira Allahu madhruar është vlezër. Allahu xhaleshanu ka thënë bala inna laka hasanatan indana. Po mas o mërzit ti keni veprim i mirë tek ne, edhe kemi ruajtur edhe atë peshohemi. Edhe ai thot duke kur ka dëgjuar ato ose kur ka parë veprat e negative që ishin shumë sot ja Allah. Po ai se hir kot në turp duke vepruar. Qëse unë nuk bëj mend që kam një veprim i mirë, po një qëse kam me një veprim i mirë, çfarë kam për të fituar, edhe nuk kam qef ta shikoj atë veprimin tim mirë. Tha, la dhulma alejka al-yawm. Nuk bëm padrejësime. Ty sot shkoj edhe pesho. Edhe aty ku janë angjëllt e peshorjes, ai ikën atija, edhe angjëli që ka mbajtur regjistër për veprat e mirë, thotë veprimi jot mirë është, edhe jep një fletushka. Ajo fletushka ishte shahadeti, që ose ka thënë ai kur ka pranuar fe Allahu madhuruar, kur Allahu ka dhënë kuptim, ose në momentet të fundit ka dëshmuar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Edhe ai ikën me turp, me atë fletushka, që me gjithë anët, një anë është mbushur plot me vepra të këqija, tani çfarë kam për të fituar? Në atë rasti ai ikën atje edhe vendoset në peshorja anës tjetër që ishte bosh, nuk kishte asgjë. Por vlezën e dim, edhe ne kur themi me thelësi e zemra ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, pesha këtë fjala rend. Edhe kjo ai ka thënë me shumë sinqeritet, me thelësi e zemra ti, edhe aq rend do të jetë të gjitha. Dërgu Allahu xhaleshanu thot fatashat is-sijillat. Gjitha ato fletushka që ishin mbushur me vepra të këqija, edhe ishte ana tjetër rend shumë. Nga kat ikhlasi, sinceriteti që kishte në fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bëhet aq holla ato edhe kjo aq rend që ato fluturojnë në erë kurse kjo ngelet pesha rend, edhe Allahu ka për të thënë ja Allah, robi kam për të farur me këtë sinceriteti që ke bërë. Inshallah dhe në veprat tona vëllezër, ka disa vepra ashtu që ditën e gjykimit ne dim me shumë bindje që ne nuk kemi as vepra të mira, që me gato veprat tona ne kemi për të hyrë në Xhennetul Firdaus. Po Allahu xhaleshanu na mundsof ta ne bëjmë disa vepra të aq mira që bëhen renda në krahasim me ato gjunahet tona. Pastaj Allahu është falës i madh, dërgo Allahu xhaleshanu thot, "Në qoftë se është mbushur një njeri prej jush, si shkum deti komplet deri në qiell me gjunahet, edhe nëse ka kërkuar me sinqeritet i fali Allahu xhaleshanu, fard wala ubali." Edhe Allahu nuk ka për të pyetur dikush, si pyetet në dunia që pse ke bërë me atë ashtu dhe me mua ashtu, se unë jam bret. Vetëm kërkojmë kënaqësi Allahu xhaleshanu. Lut Allahu madhruar, Allahu xhaleshanu vitit kaluar bën dëshmia për ne ditën e gjykimit jo kundra nesh. Edhe viti që ka ardhur, nëse është herë dhe jeta jon, inshallah Allahu na mundsof që në këtë viti inshallah bëjmë vepra të aq mira, që dita fundit kur vjen ky vit i ri, inshallah bëhet dëshmia për neve ditën e gjykimit. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.